Prej disa ditësh, zona turistike e Shëngjinit përballet me ndërprerje të vazhdueshme të ujit të pishëm. Drejtori i Shërbimeve Publike në Bashkinë e Lezhës pranon situatën e krijuar, duke deklaruar se mungesa e ujit ka ardhur si rezultat i ndërprerjeve të energjisë elektrike. Furnizimi me ujë i qyteteve të Lezhë dhe Shëngjin bëhet me ngritje mekanike dhe mungesa e energjisë elektrike shkakton probleme në furnizimin me ujë. Ka pasur një tensionit në linjën e Vajinit, e cila furnizon stacionin e pompave që furnizon qytetin e Shëngjinit, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore. Lushi është përgjigjur dhe problemit të ngritur në Këshillin Bashkiak për mungesën e hapësirave publike në Shëngjin. Zyra urbanistikës në bashkëpunim me njësinë vendore kanë bërë ndarjen dhe kanë ndërruar proporcionin 20% e sipërfaqes së rërës është lënë për publikun, plazh publik. Pavarësisht deklaratave të drejtuesve vendor, uji i pishëm në Shëngjin vijon të mbetet problem që prej nisjes së sezonit turistik. Bizneset e zonës ankohen se uji ndërpritet disa herë, ndërsa edhe kur vjen presioni është tepër i ulët.